Një takim i ngrohtë me familjen e Dalip Grecës në Filadelfia. Një takim i ngrohtë me familjen e gazetarit të ndjerë Dalip Greca në Filadelfia ditën e diel në mjediset e shoqatës Bite Shqipës organizua një takim i ngrohtë me familjen e gazetarit e publicistit, ishte editorit të diellit Dalip Greca, bashortën e tij Xhemilën, vajzën Elisabetën, djalin Dorianin dhe dhëndrin Eduard Shreu. Me 16 maj në vitin 2022 u nda papritshëm e parakohshëm Dalip Greca, gazetar republik bashort e prind i devotshëm nga kjo jetë. Ai ka lënë gjurmë të pashlyeshme në gazetarinë shqiptare, sidomos atë të diasporës shqiptare amerikane, si redaktori i gazetës Iliria dhe më vonë kryeredaktori i gazetës Dielli Organi Vatrës. Dalipi e mori drejtimin e diellit në kohën kur dielli herë botoi, herë nuk botoi, madje pati edhe një ndërprerje 2 vjeçare. Dielli, që nga viti i themelimit 1909 deri në sot ka patur mbi 20 editor, redaktor përgjegjës, kryeredaktor, secili ka marrë drejtimin e gazetës në çaste kritike, secili është quar për diçka dhe Dalipi quhet si njëri nga editorët më jetëgjatë të diellit për afro 12 vite. Si editor stabilizoi botimin, krijoi qëndrueshmëri dhe bëri gazetë përditshme online në përputhje me kërkesat bashkëkohore gazetareske. Të shkurt e ringjalli diellin, Dalipi u bë kujdestar dhe historian i diellit dhe i Vatrës, tërkohën i pranishëm në selinën e Vatrës, duke pritur vazhdimisht vizitorë, duke organizuar veprimtarie tubime të ndryshme. Prandaj ikja e tij parakohshme ishte një humbje e madhe për familjen, gazetarinë dhe komunitetin tonë shqiptar-amerikan. Para se ndronte jetë, Dalipi bëri gati 2 libra, por nuk kishte arritur t'i botonte në gjallë të tij. Por ato u botuan më vonë në përkujdesin e diellit të Vatrës, libri editorial përgatitur nga editori tani ishim në diellit, Dr. Sokol Paja, pasionon veprimtarinë publicistike të Dalip Grecës. Shkrimet e zgjedhura trajtojnë tema të ndryshme, ndërsa libri Editoret e diellit 110 vite përgatitur nga Idris Lamaj përshkruan dhe analizon veprimtarinë e editorëve të diellit, por nuk mungojnë as ngjarje të rëndësishme nga historia e Vatrës. Promovimi i këtyre librave është për 2 vite më parë nën kujdesin e familjes Greca.